Amerikanët që fillimisht janë përpjekur pasi kishim në ato synime për të rrëzuar Maduron nga pushteti, janë përpjekur duke ta menojnë si pjesë të skemës edhe mundësinë që Venezuela mund të bjerë në kaos, edhe ata duhet punonin për ta parandaluar këtë. Kjo është arsyeja që gjatë kohës që Maduro ishte në pushtet, këta morën kontakte në kanale diplomatike dhe të inteligjencës, morën kontakte me zëvendës presidenten, me atë që është betuar dhe ka marrë pushtetin tashmë. Dhe këto kontakte janë organizuar nga një pjesëtar i familjes mbretërore të Katarit. Takimi janë bërë në Katar, në Emiratet e Bashkuara, dhe është rënë dakord pra që pas ardhjes në pushtet të zëvendës presidentes, do mbështetej fillimisht ardhja e saj në pushtet, dhe pas ardhjes së saj në pushtet, mendoj që mund të parandalojë rënja në kaos. Rënja në kaos është një problem shumë i madh në këto përmbysjet e regjimeve që kanë ndodhur. Rasti i Libis pas azësimit të Kadafit që në 2011 që ra në kaos dhe deri sot akoma nuk është stabilizuar, pra kanë kaluar rreth 15 vite, i bëri amerikanë që të mendonin sepse rënja në kaos e Venezuelës mund të shkaktonte probleme shumë të mëdha Amerikës dhe fqinjeve atje dhe mund të destabilizonte të tërë Amerikën qendrore dhe një pjesë të Amerikës Latine pra. Dhe kjo ishte një problematikë shumë e madhe. Por tashmë duket u gjet kjo zgjidhje, se sa efikase do të jetë efektivisht ajo e ka marrë pushtetin me vendim të gjykatës të vendit vet, siç e parashikon kushtetuta, ka marrë pushtetin dhe gjithashtu brenda një muaji ose 1 deri në 3 muaj ajo duhet të organizojë zgjedhje të parakohshme, siç do ta kërkojë tashmë edhe opozita. Në anën tjetër, kur u pyet presidenti Trump për nëse mund të kishte besim tek lideri i opozitës, ajo fituese e çmimit Nobel që diej, ai tha që ajo nuk gëzon atë respekt që mendonte Trumpi që mund të qeveriste, kështu që me sa duket nuk është parë si kanal i sigurt për mënyrën se si do të operojë presidenti Trump. Pra kjo është situata. Tashmë po shehet edhe sot kanë patur shenja që ka patur prishje të rendit në Caracas, në kryeqytet, ka pasur të shtëna, që edhe dje ka pasur të shtëna, ka pasur lëvizje dronësh dhe amerikanët janë prononcuar që ne nuk e monitorojnë, por jo se ata janë aktor, nuk dihet, do dalin pas disa ditësh, besoj se do dali kush posicionon bile edhe rrethimin e pallatit presidencial e tjerë. Kjo do të duket. Ky operacion ka qenë një operacion nga niveli i inteligjencës, nga niveli i taktikave të përdorura, ka qenë një operacion spektakular që nuk ka një të dytë në botë. Këtu nuk po shohim anën domethënë të drejtës ndërkombëtare është respektuar apo s'është respektuar etj. Sigurisht këtë pyetje do t'ja bëj se reagimi vjen, po në këtë rast mënyra dhe operacioni i zhvilluar muaj të tërë mbikëqyrje si kundër të paktën u prononcua dhe koha e shkurtër, jashtëzakonisht e shkurtër e kapjes së Maduros dhe bashkëshortes së tij. Vetëm disa sekonda i është dashur. Po 46 sekonda ka përfunduar, po kjo operacion është përgatitur me trupat që do merrshin pjesë. Është një operacion i herë në nivelit lartë koordinimi. Në nivelit lartë koordinimi dhe komunikimi dhe kjo arrit që me qindra forca dhe mjete në një zonë shumë të madhe të koordinohen pa ndodhur asnjë gabim. Kjo është një operacion i përkryer, unë përmenda. Por problemi është tashmë vazhdimësia. Pra, se në dakord, operacioni Maduro përfundoi me sukses, shumë me sukses bile. Dhe Maduro tashmë ndodhet para gjykatës, pra do t'jap llogari para gjykatës amerikane për ato vepra penale që ai akuzohet. Tashmë puna është në periudhën post Maduro, pra në mënyrë që presidenti Trump për këtë periudhë thotë që ne do ta drejtojmë Venezuelën, ndërkohë që se në bazë të drejtës ndërkombëtare, domethënë si do zgjidhet kjo ka shumë problematika. Dakord, presidenti Trump është simpatizant tashmë edhe
dhe një zbatues i jashtëm sa duket të doktrinës Monroe, pra synimet politike të tij, politika e tij e hapur tashmë nuk është më e fshehur pas kuta, por është direkt e hapur. Ai pretendon dhe lufton dhe me rastin e Venezuelës i arriti qëllimet që nuk do të lejojë fuqitë huaja të përfshihen në hemisferën perëndimore. Pra ne jemi sundimtarë dhe deklaroj ai të sunduesit e hemisferës perëndimore. Kjo lidhet pak me një lojë pak sa të rrezikshme që bën në oborrin e prapëm të Amerikës, siç i quajnë amerikanët ato zonat e Amerikës Latine, luajtën edhe udhëheqi i tashmë që nuk jeton në Venezuelës, Chavez'i, që ku mori pushtetin në 99-ën, 2000-shin e tjerë, derisa vazhdoi ai, por po që për t'i bërë, nuk po them këshillek, por për të dhënë garanci vetes tij dhe vendit të tij në raport në kundërshtim me ato që pretendonte me amerikanët, pra pa lidhur marrëveshje me amerikanët. Dhe ai krijoi kontakte të fuqishme në atë kohë me Kubën, që në atë kohë Kuba ishte diçka më në formë se sa sot, krijoi kontakte të fuqishme me Rusinë dhe Rusia ka eksportuar armë në Kubë, krijoi kontakte të fuqishme me Iranin, pra pothuajse me gjithë kundërshtarët e Amerikës. Në një farë mënyrë ai i ftoi në territorin e vet edhe Chavez'i, edhe pas Chavez'it edhe Maduro i ftoi në territorin e vet gjithë kundërshtarët e Amerikës, pra ai që quhet boshi i skeqjes që e thoshin presidentët e kaluar të Amerikës. Dhe kjo pasaj po sfidonin pushtetin e Amerikës në Amerikën në hemisferën perëndimore. Trump ishte tepër i vendosur, ai bëri që në ditën e parë të zgjedhjes ai e bëri të qartë qëndrimin e tij që ne nuk do ta lejojmë. Plus ka ajo në interesat në interesat të afërta dosja gjyqësore e Maduros ishte kopsitur nga inteligjenca amerikane dhe nga agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit për trafik ndërkombëtar të drogës, por edhe të armëve. Pra ai akuzat ndaj tij ishin të bollshme, ishin të mjaftueshme, të vërtetuara. Një kontribut veçantë në këto akuza luti ish shef i shërbimeve sekrete venezuelane i cili në kohën e Chavez ai ishte shef i shërbimeve, kurse më pas në kohën e Maduros ai u largua pasi pat përplasje me Maduron dhe u largua në Francë dhe nga atje amerikanët e pekasen edhe e ekstraduan në Amerikë dhe në Amerikë ai ka marrë dënimin, por ka bërë një marrëveshje me shtetin amerikan me sa duket dhe ka dhënë gjithë linjat e trafikut pra të kësaj klike që ishte në pushtet në Venezuelë. Pra dosja e tij është kopsitur dhe nga ana tjetër gjithë ai operacioni për të qenë rregull edhe me të drejtën ndërkombëtare sipas amerikanëve, gjithë ai operacioni që është një operacion policor, jo operacion ushtarak, një operacion i fuqishëm policor i mbështetur nga forca të shumta ushtarake për ta ekzekutuar. Pse quhet operacion policor? Quhet operacion policor sepse qëllimi ishte arrestimi i një trafikanti droge dhe komunikimi i urdhë arrestit të gjykatës të New Yorkut. OKB-ja në shqetësimin që shpreh thot paktën se kjo ndërhyrje ushtarake, pra e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Po, ka një neni 2 i kartës së Organizatës Kombëtare Bashkuare që ndalon është nga premi kryesor ku mbështetet ky sistem sigurie që është sot. Në fakt, ky sistem sigurie, ky rend botëror që funksionon me një sistem sigurie të bazuar në kartën e Organizatës së Kombëtare Bashkuara. Në nenin 2 të kësaj karte thuhet shprehmisht që ndalohet përdorimi i forcës, i kërcënimit për përdorimin e forcës dhe anullimi i përfitimeve nga përdorimi ilegal i forcës në raportet ndërkombëtare. Por kjo është parimi i përgjithshëm, por ka edhe një interpretim tjetër, një përjashtim, thotë që nëse përveç se kjo kur lejohet me vendim të Këshillit të Sigurimit, që në këtë rast nuk ka vendim të Këshillit të Sigurimit, ose kur për vetë mbrojtje. Dhe këtu amerikanët këtë kanë përdorur tashmë që Maduro me aktivitetin e tij kriminal ishte
kthyer në kërcënim dhe rrezik për sigurinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu ata kanë qëndruar fort, edhe në këshillin në mbledhjen e Këshillit Sigurimit dje, amerikanët po këtë qendrim mbajtën, e quajtën operacion policor, i cili ka ekzekutuar një vendim të gjykatës penale të New Yorkut. Pra, janë menduar edhe justifikimet në përgjithësi edhe kur kanë ndodhur raste, edhe në rastin e Norvegës, pavarësisht se mund të themi që ishin kushte tjera, sepse amerikanët ishin vetë në Panama në ato, kishin baza ushtarake etj, po me të njëjtën mënyrë u ekstradua dhe Norvega bëri sa bëri burg në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më pas shkoi të vuante dënimin që kishin për të vujtur edhe për të ekzekutuar edhe një vendim gjykate në Francë, derisa ndroi jetë atje. Pra këto nuk janë rasti parë. Sigurisht, po a lën një lloj precedenti kjo për mvijimësi për atë ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës aty ku ka konflikte, sa kemi parë së fundmi paralelisht me çfarë po ndodh në Venezuelë, kërcënimi që Donald Trump ka bërë pikërisht ndaj Kubës dhe Kolumbisë. Dhe në këndvështrimin tuaj, pse një gjë e tillë, pse vjen ky kërcënim i Donald Trump në këtë moment, edhe çfarë ndodh edhe për situata të tjera në botë, se nuk është se janë pak, duhet thënë. Keni drejt, po shiko, unë thash, presidenti Trump e ka deklaruar hapur filozofinë dhe doktrinën e tij për të mbrojtur interesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Tashmë presidenti Trump e shef që ky rend botëror ka marrë një të qartë madhe, kështu që përfundimisht ai me sa duket në këto fat se ndodhet ky rend botëror kërkon që të realizojë atë doktrinën e tij, që është vazhdimi i doktrinës Monroe ose Donroe, tash e kanë thënë edhe Donald dhe Monroe, edhe e kanë vënë Donroe. Një bashkim i termave dhe ai është krenar, ai thotë në krenari, këtë që unë do mbroj interesat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ne jemi në hemisferin perëndimor. Pra ai është shpreh hapur filozofinë. Këtë ai ka shprehur në strategjinë e sigurisë kombëtare që u miratuan në muajin dhjetor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra që ata nuk do të lejojnë fuqi të huaja, ashtu si Monroe në vitin 1823, që bëri qartë fuqive kolonialiste evropiane që mos të afrohen në territorin e Amerikës Latine dhe atje ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ndikimin e tyre. Edhe tashmë ai ja bën qartë tashmë të gjithë fuqive tjera, tashmë nuk bëhet fjalë për Evropën perëndimore sepse me ata është aleat, asa mund të themi që është aleat në këto kushte, domethënë në kushtet në NATO, por ai në këtë rast synimi është sepse gjatë këtyre viteve, gjatë këtyre dekadave të fundit, edhe po e themi nën hundën e disa presidentëve amerikan, kinezët kishin arritur të bëjnë një rrethim të butë ekonomik financiar Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kanalin e Panamas, në Venezuelë, po themi për kinezët, ndërsa rusët nga natyre patën eksportuar një numër të konsiderueshme armësh, të cilat natyrisht nuk ishin për gjë tjetër përveç se kundër në rast se do kishe një përplasje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mënyra e organizimit të operacionit tregoi që ato armë u ngelen stok siç ishin dhe asnjëra nga ato nuk ishte aq mirë që organizua operacioni dhe aq efikas ishte ai, saqë nuk ju dha mundësi të shkrepe asnjë nga ato armë të marrën nga rusët, por edhe nga kinezët, por edhe përgatitje që po bëhen për ndërtimin e fabrikës së dronëve Shahed nga iranianët. Pra, tashmë presidenti Trump nuk ka mbajtur gjë të fshehur. Dhe po do thonë, a dikon në të drejtën ndërkombëtare? Thashun, kjo është në një farë mënyrë, kjo është një model jo i përshtatshëm në këto kushte, por në të rrjedhoj që ka marrë siguria ndërkombëtare dhe rendi botëror, tashmë ka marruar periudha kur Shtetet Bashkuara të Amerikës pas periudhës luftës së ku ishin dy dominantë, ishin Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas luftës së ngelen vendimtar, ngelen garantues të rendit botëror, ngelen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashmë kanë dalë aktorë tjerë shumë të fuqishëm, ka dalë Kina, ka dalë Rusia, ka dalë shtete tjera të cilat duan të rrëzojnë nga froni Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë Trump e ka kuptuar këtë, por tashmë ai përpara se të ndeshet me këta në territore të tjera gjeografike, pra në Indo-Paqësore tjera, ai don të sigurojë krahat, don të sigurojë që të jetë në Amerikën Latine, në hemisferin perëndimore, të mos ketë fare
po themi aktor shtetror apo jo shtetror, të cilët janë të infiltruar nga Rusia, nga Irani apo dhe nga Kina. Pra kjo është situata, është një model i mirë, nuk është një model i mirë, por ai gjykon si gjeopolitikan i shekullit 19 dhe ai është i vendosur, ai është votuar nga populli amerikan, ka marrë numër të konsiderueshëm votash dhe me këtë visjellje apo me këtë fushat elektorale që ka bërë, që ju ka premtuar në këtë mënyrë, ju ka premtuar ndalimin e futjes së drogës, ndalimin e migracionit dhe këto ai po e realizon. Është duke i realizuar, po. Është duke i realizuar edhe para mangas, edhe në raportet e brendshme që mund të ketë edhe ka pasur debate edhe në raport me opozitën vendase në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që pse nuk është vënë në dieni Kongresi për këtë. Kongresi ka qenë dieni të përgatitjeve që po bëhen, sepse forcat amerikane, përmendet edhe ju, forcat amerikane kanë Donald Trump e cilësoi se mund të rrithë informacionin nëse do të ishte Kongresi. Po, ideja ishte që pse nuk u dha informacion, nuk e dha informacionin konkret për ditën e veprimit, pra sepse që do të veprojnë dia ajo, sepse ishin stacionuar forcat, pra që do të vepronin atje. Dhe nuk u dha me justifikimin, siç e thot presidenti Trump, që mund të dilte informacioni, normalisht një operacion i shkallës së tillë të organizimit me të vërtet mund dilte informacioni nëse do zgjeroj pjesa që kishin informacion për kohën kur do të fillonte ky operacion. Pra situata është e tillë. Ai tashmë ky model mund frymëzoj edhe lider tjerë në botë, lider autokrat në botë për të menduar për të zgjidhur ata në këtë formë, por në fund fare shtetet e fuqishme tashmë po përpiqen të shmangën ligjin ndërkombëtar dhe ta justifikojnë këtë shkelje të ligjit ndërkombëtar me interesat e tyre të sigurisë kombëtare. Po, qartë. Profesor, unë ju falenderoj shumë, si gjithmonë është kënaqësi t'ju kemi në bisedë për çdo gjë që është duke ndodhur aktualisht, duhet thënë, në arenën ndërkombëtare. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë në një tjetër zhvillim të sportit. Milani është pranë rinovimit me portierin Mike Mignan. Sipas mediave italiane, Kuqezinjit i kanë ofruar portierit francez një kontratë të vlerësuar.